rëndësia e dijes si musliman na duhet t'i kushtojmë rëndësi leximit të Kuranit, studimit të Kuranit, praktikimit të Kuranit, të haditheve, mësimeve pejgamberëve të Zotit. Pra, rëndësia e dijes e ka një rëndësi dhe një pjesë shumë të madhe për shkak se çet vend që është mbuzë të greminës e nxjerr selamet e çet në sipërfaqe. Dituria është dritë. Pa dituria është errësirë. Drita i jepet atij njeri që Zoti e dën. Errësira i jepet atij njeri që se dën vetveten, sepse ka kultivuar vetë të keqen, e ka mbjellë vetë me dorën e tij. Dituria është gjë e humbur e besimtarit. Ku do ta gjej atë? Do le ta marrë atë, thot pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam pra na tregoi se duhet ta kërkojmë dijen qoftë edhe në kin. Jo që ishte kina ku me di aq shumë me dije, sepse ku kanë pas musliman me sjetën e artë islame, ku kanë pas universitete, libra, seme, kanë pas zhvillim shumë të madh pra. Edhe në kin ka thonë nëse gjoni një inovacionës, një zbulim shkencor, një gjë të dobishme, të rëndësishme për zhvillimin e komunitetit dhe të njerëzve, atje me shku me marrë kohë pune.